Kur erdhët në Deçan? Kur zbritët në Deçan? Kur me datën 17 më duket, nuk jemi sigurt, me datën 17. Sigur me datën 17. Si ishte ndjenja, ishin emocionet përzira, kam përshtypjen gjithandej, për shkak se ishin shtëpitë e djegura, kishte viktima, por në të njëjtën kohë përjetonim lirinë, si ishte shumë e çuditshme kjo si. Ka qenë një farë lloj shlirimi edhe shpirtënor edhe për te që qyteti s'ka ekzistuar fare, nuk ka pas shpinë kom, për te dhimbjes madhe, për te asaj ndjesisë që a thua ka më rind jeta prapë edhe çka ka më ndodhur tash tutje, është problem me u shpjegu se emocion i veçantë, ka pas dashni më shumë, ka pas respekt më shumë, ka qenë një farë deliri, nëse munda me thonë emocional në aspektin pozitiv. Mirë po që kur jetë taku mandaj me pjesën e bashkëluftare, me familjarë që si kanë pas djemt se vajzat ma, me familjet cilat kanë pësu qoftë në masakra, qoftë në dhunime, qoftë në ende sot vazhdojmë me pas në qytet më shumë se 84 njerëz të zhdukur që nuk dim për fatin e tyne, dhe është tepër emocionuese nëse të shes si kanë pas motiv njerëz, si kanë shpresu që me rind jetën këtë vanë, me improvizu ndonjë kolem. Imagjinos ka pas rrymë, nuk ka pas ujë, nuk ka pas ndërtesa publike, as shkolla, as shëndetësia, as administrata, as policia, as gjykata, as rrugë nëpër cilat ke kaluar, ka qenë ajo frika e vendosjes së mina vend pa vend ku kem pas pasoja dhe pas kësaj kohe, edhe në rast se bëhet një shkputje dhe kthejmë kujtesën pas ku kemi qenë dhe ku jemi tani, është diçka e mrekullueshme.